Ish i gjetuar së fundmi nga investitorët e huaj për përkeqësimin e klimës së biznesit në vend, kryeministri Edi Rama ka reaguar ashpër duke lëshuar në drejtim të tyre akuza të forta. Sepse vetëm në një vend si ky mund ndodhi që një kompani e huaj thot unë nuk kam mundësi t'i paguaj taksat dhe ju nuk mundet dot të më impononi pagesën e taksave sepse unë do t'ju diskreditoj ndërkombëtarisht. Vetëm në këtë vend dhe vetëm në këtë atmosferë, një kompani e huaj, duke tundur flamurin amerikan apo flamuj tjerë shumë të respektuar, mund të kërcënojë qeverinë shqiptare. Duke vlerësuar godinën ku është zhvilluar mbledhja e Këshillit Ekonomik Kombëtar, kryeministri ka folur me tone ironike dhe ka bërë autokritik, teksa ka rikujtuar se ka qenë ai që ka dhënë lejen e ndërtimit për këtë godinë, kur ka qenë kryetari i Bashkisë së Tiranës. E kam shumë të qartë që fjala ime do të përdoret si alibi në vendin e krimit, se ky është një nga krimet që unë kam bërë si kryetar bashkie, një krim urbanistik, një krim arkitektonik, një krim ekonomik. Po këto fjalë do t'i marrë era siç ka marrë dhe shumë tjera, dhe ajo që mbetet është vepra e jashtëzakonshme e këtyre investitorëve dhe sipërmarrësve. Në mbledhjen e Këshillit Ekonomik Kombëtar u prezantua ligji i procedurave tatimore, i cili parashikon lehtësi për biznesin në marrëdhënie me administratën, duke përfshirë edhe zbutjen e sistemit të gjobave. Ju, për herë të parë, keni të drejtën të vetë korrigjojeni për 5 vitet që kanë kaluar pa penalitet. Drafti i Ministrisë së Financave për lehtësimin e procedurave tatimore është vlerësuar nga gjithë komuniteti i biznesit vendas dhe i huaj, si një bazë për përmirësimin e klimës në vend dhe marrëdhënieve me administratën fiskale. I njëjti kryeministër deklaroi sot në një retorik 40 minutëshe se ekonomia qënë ka mirë. Madje ai sulmoi me tone kërcënuese edhe bizneset që mund të kenë ankesa. Ndërkohë faktet për ekonominë flasin ndryshe. Dhoma amerikane e tregtisë është shprehur se besimi ka rënë me 4.83 pikë. Konsumi ka psuar rënje në rekorde historike. Eksportet dhe investimet janë në rënje dhe këta tregues janë ekonomia e vërtetë e vendit.